Mendojmë se nuk ka qenë asgjë rastësi. Ministri Paunović që është e lindur, ka jetuar në Kosovë, në qytetin e Pejës, dhe ne e dimë se shumë nacionalistë janë ata që kanë jetuar brenda territorit të Kosovës, të gjithë përfaqësues zyrtar që janë me prejardhje nga Kosova që jetojnë brenda territorit të Serbisë. Asgjë nuk është e rastësishme. Paunović ka larta shtetërore brenda shtetit të Serbisë, duke qenë nga pozicioni i saj si deputete dhe pozicionet larta shtetërore. Nuk mund të arsyetohet në asnjë mënyrë deklarata e saj. Unë shpresoj që do të merren hapa konkret, edhe pse ajo ka deklaruar 24 orë pas deklaratës së publike që nuk ka ndërmend që tërhiqet nga pozicioni i saj si kryeministre, nga qëndrimet e saj kërshi komuniteteve të tjera dhe nga qëndrimet dhe politikat që përfaqëson edhe partia e saj, partia e Ivica Dačićit. Mund të sjellë për shembull në raste shkarkohet nga kryeministri, mund të sjellë kjo një çarje të koalicionit? Unë fillimisht nuk besoj që do të ketë shkarkim, sepse nuk shohim gatishmëri dhe disponim të mirë nga qeveria e Serbisë që sepse me automatizëm përderisa nuk është kërkuar shkarkimi nga presidenti apo nga kryekuvendarja, ne dimë se nuk do të ketë shkarkim nga pozicioni i saj, sepse presidenti Vučić, partner kryesor të koalicionit gjatë këtyre mandateve sa është në pushtet në Serbi, ka partnerin kryesor Ivica Dačićin, kryetarin e partisë ministres Paunović. Zonja Beluri, mua më bëri përshtypje tek mbledhja e filmave dje që kishte publikuar edhe Shaip Kambeli që përveç pjesës kryesore të opozitës, 2 partitë bosnjake dhe një parti e minoritetit hungarez nuk janë bashkuar opozitës tjetër, pra për të kërkuar shkarkimin e ministres.